Miq, për shëndetje nga zemra. Sot e kom një lajm shumë të mirë. Shumë të mirë sepse dje na qytën Drenica Zagari-Zagarica. Falënderoj për tyne shumë. Se mu më ka dhonë që ata e në Magarica, po si ku marë parasysh të sene, sepse s'merrem me të sene. Veç për i tregoj që çka thojnë. Por ne e dojmë Drenicën. Drenica është e jonja, Drenica është e Ashare, Drenica është legjendare. Me kësi pishperika që ofendojnë kryetar komunës, ofendojnë popullin, ma shumë se gjysën e popullit. Edhe kur vjen diaspora në Kosovë, në rrimën, mos pashim punë me ta. Po unë do ja tregoj këtë lajmin e mirë, se qysh Drenicak po vinë të këta Zagarë dhe Zagaricat. Më vjen keq për këtë fjalë për foli, po në komqare, juhet po të kësë për javë qelë sytë, se jo sy keni po nuk sheni. Shumica, jo krejt, mos e bazot, Drenica është zemë, Drenica ka shumë njerëz të mirë. Por jo ndo që po i prishin këta tjertë. Drenicë, mos shoni për o Drenicë, mos e upni vetën, mas interesi, mas parje, e mas certifikatës invalidëve, që i keni ble. Mani Drenicë, që Drenica ka emën. Mos e zhyt në emën e juj për interesa personale, që ju vinë. Për bes nuk ju vinë. Se dhe fëmija ju kanë me ju mallku të njëtën. Fëmija ju kanë me ju mallku të njëtën. Të shku mrapa gangsterave. Të shku mrapa Samili Shtakut. Sa i tëna është veç deputet apo kryetar komunës unë me konë. Nuk është. Se një kryetar komunë nuk e folë këtë gjutit gangsterave. Edhe gangsteri s'folë shto, gangsteri atë vret, ka nonot, të më falë se ece. Po jo me këtë fyre me këto ofendime. Tash, shkojmë që Drenicak, thash ma herët që po vinë të Zagarët e Zagaricat, për menimin e ati, s'po du me e përmenamnin, shkojmë të ndëgjojmë se ku kanë ardhë, edhe qëfar mikpritje i kanë bo Albin Kurtit, kryeministri. Në gjënin do këta po? Bacizeka është administratori i 3 fshatrave, i fshatit Vacilev, po flet i ri, po flet i vjetër. Neve deri tash na kanë ndopi jetë, po unë s'mundem pa e përmend angazhimin e madh që ka pas për projektet e këtyre 3 fshatrave. Si asambleiste kom pas rastin me pa për nga afër angazhimin e tij, edhe vërtet Drenasi po edhe fshatrat kanë nevojë për njerëz tillë që angazhohen e padyshim që na ka bën nder tu bashku në idenë e vetëvendosjes. Çka tani me thonë tash? O Bedri Homza, Samili Shtaku, Qitaku, Ganja, gangsteri, o ju ekipi gangsterave, që tani me thonë? Drenicak, Drenasit, 3 komuna, po edhe që këte, në 3 fshatra, më falle. I bashkohet popullit, i bashkohet së drejtës, e jo hajnav. Jo hajnav që më shefen mas ushtrisë, që 25 vjetë. Ose hajnav që më shefen mas urave, apo hajnave që më shefen mas rrogave të popullit. Qit hi, që ashti qelsin derës, kom me rritë rrogën me bon 1.000 euro. Bedria hatu 50% punë e parë. E punë e rrogës dhe bëjë edhe një video tjetër, më kësajna. Turpi i botës,
Ashtë i qare me dal me vjedh, ashtë i qare me dal me rejt, ashtë i qare me dal me fy familjet legjendare. Këtë rast familjen legjendare dhe me sharet, turpi jëm loft. Turpi jëm loft. Juve edhe kush është me juve. Se je për interesa t'juve, jo për septoqit Kosovën. Jo për dojqen me shkatru Kosovën. Faleminderit Zotit që Albin Baba ju ka higër shumë. Tap. E tash që kam i dhe sen, vetëm me fy e më ofendu. Ja pra kjo është klasa juaj. Nuk mundesh me konë të tërsen. Që mundesh me konë se si je. Qeni, kështu që shkojmë. Faleminderit gjithëve për këtë Kyre baba. mikrofonë për zemrat. Kyre baba. Këtu në konakun e Zekës jemi Kyre baba i Kosovës edhe i Drenicës. I parani. Baba i Kosovës edhe i Drenicës. As më tepër se Por, do më thonë, jo biologjik, baba politikisht. formalizojmë Mos e merr keq. bashkërimin ton për të mirën e Drenosit e të Drenicës, për të mirën e shtetit Kosovës edhe të kombit shqiptar. Gjithë. Na jemi të ndërsuar me krejt çfarë dim e mundemi t'ju ndihmojmë dhe të përparojmë në çdo aspekt, edhe sa i përket punësimit, edhe sa i përket vlerave të luftës shqiptare, edhe sa i përket mirëqenjes së familjeve, edhe sa i përket arsimit të shëndetësisë, e padyshim që do t'i kemi në fokus këto 3 fshatra, Bravo. që të ky administrator, pra 2 poklekat edhe Vasiliu. 2 poklekat edhe Shumë Vasiliu. zej për këtë bashkëpunim që veç sa po ja fillojmë, edhe më lejo në këtë rast, unë si kryetori i Lëvizjes Vetëvendosje me ta dhënë kartelën antarësisë. Shikone, Drenicës. Është me një. Fitoshit. Që është gënjë? Jam një zek, një Ja, kryeministri, ja dha vetë personalisht, ja dha kodën e antarësimit të Lëvizjes nga PDK-ja. E, do me thonë këto 3 fshatra, edhe këta kanë zagarisa, po. O turpi i botës, o burr. O turpi i botës keni lonë nam. Pasha Zote keni lonë nam o burra. Po i thonë burra se burri s'bo kështu. Burri nuk merret me gra. Burri nuk merret me dalë me shanë në për mikrofona në për salla. Ati Bedri Homza që ke dje, kur ka fendy Samir Shtaku, ti du me dalë për salla o burë për me fitu në votë. Po ti plus kësaj u qove e nerove. Samir Shtaku, kryetari i komunës të Skenderajit. Jo dhe. Ti e qite ka pakun komplet shtu. Po ta besoj që s'ki qare. Ta besoj që s'ki qare. Se qatë të taj do të më bu. Kështu që respekt. Drenicë, ju dua shumë. Po jo ata që na ofendojnë, jo ata që e shojnë popullin e vetë, po ata që pajtohen me neve, ata që e dojnë Drenicën me të vërtet, ata që e dojnë Kosovën me të vërtet, ata që e dojnë Mitrovicën me të vërtet. Rënofshi për jetë. Lavdi dëshmorëve. E jo hojna.